Përmbytjet masive në Durrës kanë nxjerrë në pa jo vetëm abuzime të 10 milionë euro me tenderin e ndërtimit të hidrovorit, por edhe bllokimin e sistemit të kullimit dhe kanalizimeve nga drejtuesit e lartë të administratës publike. Pamjet në ekran tregojnë kolektorin e ujrave të larta në sektorin Nia në Durrës, i cili ka një gjerësi rreth 4 metra, por në një segment të tij ky kanal është bllokuar, siç duket edhe nga pamjet, duke vendosur tombino me diametër rreth 50 cm deri në 1 metër. Vendosja e këtyre tombinove është bërë me qëllim që të ndërtohet një shesh i madh që i shërben biznesit të Plator Mehmetit. Ky shtetas është një person i njohur për dursakët dhe shqiptarët, pasi për vite me radhë ka qenë një nga njerëzit e besuar të Belinda Ballukut, duke mbajtur edhe postin e drejtorit të OSHE në Durrës. Plator Mehmeti, i denoncuar nga emisioni investigativ Plug, rezulton se është pronari i kompanisë HTM SHPK, kapanonet e të cilit janë ndërtuar pikërisht mbi kolektorin që duhet të shërbente për të larguar ujin e shiut nga Durrësi, duke evituar mbytjen e banesave dhe bizneseve. Banorët e zonës sektori Nia protestuan këtë të shtunë, duke akuzuar pikërisht Plator Mehmetin si përgjegjës për përmbytjen e 10 bizneseve dhe banesave në këtë zonë. Ka voni tub i shindës aty, edhe me i tub është blokuar, është fut lomi edhe ka marrë gjithçka. Të hapen la kolektor, të hapen rrugë kalimet, ka kanë qenë, na s'po dom gjatë tjetër. Banë shpërndarja, ju kemi thonë vjetë, na ka thonë, ka 4-5 që jemi kanë, këtu një kanë të nën kryetari i bashkisë, na ka thonë shiko, për vitin tjetër, na se ndodhi diçka tillë. Të në kryetari i bashkisë në Durrës. Nëse ndodhi diçka tillë, ne do jemi fajtorët e juaj. Si vjet, as me të hap telefon, as me ardh, as me u pa me ne njëri gjallë. Gjitha bizneset, shtëpia dhe gjëra kanë fut kanali jashtë 4-5 metër, e vendosin tuba 5 vjeç, komplet kjo rrugë. Edhe ne na nikon shumë se nuk kalon ujë, edhe na vjen ujë te shtëpia. Ky çektori si çekoj. E di shumë mirë se sa të shohën disa ku shkon mshel. E të hap kanali komplet aty, mos e pas tuba fare, në përdyshi na mysën. E na nuj. Po se është tuba da kanë me nuj për herë mytur. As shteti s'ka më po. E na mbyt me familjen me kret, ujë e kam në ngutë shtëpia. Gjitha makineritë me fjalë i kemi gjetur të duke lundruar në ujë, edhe kanë dalë jashtë funksionit, pothuajse të gjitha makineritë. Mendoj nga kolektori, po i Durrësit, hidrovori apo kanalet që janë bllokuar. Ky skandal bëhet edhe më i rëndë pasi vetëm një ditë më parë kryetaria e Bashkisë së Durrësit Emiriana Sako në kuadër të propagandës publikonte pamje të fadromave të IMT që shemnin mure apo çadra të komunitetit rom me pretendimin se ato kishin zënë kolektorët. Por pavarësisht shout, Emiriana Sako duket se nuk guxon të shkojë pikërisht në sektorin Nia, aty ku ish vartës i Belinda Ballukut ka bllokuar kolektorin që duhet të shpëtonte Durrësin nga përmbytjet.